أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مشتاق من ذلك الله جل جلاله في ضمن من الله الثالث مشروع من سنة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paqja mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ju tash. Ju përshëndesim sonte nga Qabi e Shejt pas namazit të akşamit. Në parit lutë Allahun xhelaluhu që ne pranojë këtë namaz. Dhe mbas saj lutem inshallah të jeni mirë gjithë. Zoti të mëshirojë, Zoti të bekojë. Allahu na drejtohet në Kur'anin e Madhur dhe thotë: "Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Thoj, o ju të cilët e keni ngarku veten me gjinahe, la taqnatu min rahmatillah, kur mos e ndërpresni shpresën prej Allahut xhelle xhelaluhu, se me të vërtetë Allahu i fal të gjitha gjinahet tuaja. Kjo jetë është shpresë danës, kjo jetë në mban dhe më thonë mos po bën pesimista që kemi punu gjinafe dhe Allahu do ta ndalojë. Sigurisht, ata të cilët nuk e presin shpresën tek Allahu do të thotë se janë besimtarë. Besojnë në fuqinë dhe kuvetin e Allahut xhelle xhelaluhu. Dhe kjo shpresë tek Zoti xhelle xhelaluhu e sill mëshirën dhe rahmetin e Allahut. Allahu xhelle xhelaluhu mos e ndërpresin. Pra mendon që Allahu të fal. Dhe thuaj Allah më fal. Kërkoj Allahu xhelle xhelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, të gjithë bijtë e Ademit do të gabojnë, por i më i miri gabimtar është ai i cili i lutet Allahu xhelle xhelaluhu për falje. Allahu na fal, Allahu na mëshiro të gjithë ju dashur, besimtar edhe besimtare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.